Niko Qirin, kryetarën e komunës Alban Kursenin, dhe me zëvendës ministren e kulturës së nisë e sportit, Taurina Osmanin, e cila e mbulon pikrish kryetarinë e qeverisë sot e bekuar sportit. Dhe si që shihni prapa neve, tashmë ka nisur punimet nga operatori ekonomik në stadiumin e Gjilanit, i cili do t'i ketë 8.750 punëse. Punimet do të përmbyllen pas 2 viteve, pra në fund të muajit maj të vitit 2027 do ta kemi stadiumin të realizuar plotësisht dhe kostoja e gjithë bashkme do t'jetë afër 12.740.000 euro. Është lajm i mirë për komunën e Gjilanit, për klubet futbollistike Gjilani dhe Drita, për tifozët, për këtë kryeqytet të Anamoravës dhe në përgjithësi për sportashtë. Urime e përkthimit gjë.